Realisht ka qenë goxha shokuese, sidomos në këtë javën e fundit. Janë mosha shumë të reja dhe kohë shumë e shkurtër për 3 vetvrasje. Në këndvështrimin sociologjik, unë do të thoja që tregon një çrregullim të gjendjes shoqërore, të total funksionit të shtetit. Pa dashur të hyjë në çështje politike, gjithmonë vetvrasjet rriten në ato shoqëri ku nuk ka stabilitet dhe siguri, ku individi ndjehet i pasigurt, i paorientuar dhe pa zgjidhje për problematikat jetësore. Dhe kudo në botë, shenja e parë e çrregullimeve destabiliteteve sociale dallohet nga numri i vetvrasjeve, që ka një shoqëri. Për fat keq, vendi ynë tregon që her pas here ne kalojmë destabilitete të forta sociale, dhe kjo ndodh për mos funksionimin e institucioneve të shërbimeve, ku individët gjejnë qartësi, gjejnë siguri dhe mbështetje për çdo problematikë që kanë në jetën e tyre. Tani do ndalem pak te grupmosha, sepse grupmosha është një tjetër faktor tregues. Përveç çrregullimeve dhe destabilizimit social, kjo grupmoshë tregon që ne nuk kemi një mirë orientim të rinjve, ne nuk kemi këshillim të duhur dhe dhënien e atyre barierave apo rënjëve të forta të vetbesimit, të guximit dhe të riskut që ne duhet të përballojmë në jetë. Këta të rinj apo kjo grupmoshë tregon që rinia te ne është e brisht, e ka të pamundur të t'i kalojë sfidat që e përball jeta dhe shpeshherë arrin në fatalitete të cilat nuk janë jo të këshillueshme, po patjetër janë të ndalueshme dhe të dënueshme në aspektin moral. Pse? Sepse ne si individ duhet të mësohemi të kërkojmë ndihmë, të shkojmë drejt psikologëve, të kemi qendra këshillimi më të shpeshta në qarqet tona dhe në vendet ku ne banojmë. Unë shoh që edhe kjo mungesë është jo vetëm se nuk kemi qendrat e këshillimit dhe qendrat e psikologëve të këshillimit në qytetet ku ne jetojmë, po nga ana tjetër ende vazhdojmë të jemi në ndrysnim e një tabuje që këshillimi dhe bashkëbisedimi me ekspertë të fushave për të dhënë ndihmë kur ne emocionalisht nuk ndjehemi mirë, kur ne kemi një breng që na mundon, kur ne nuk marrim dot një zgjidhje që jemi duke pritur, atëherë ne duhet i drejtohemi njerëzve kompetente dhe ekspertëve përkatës, siç janë psikologët e këshillimit, psikologët klinik në rastet më të agravoara, por edhe sociologët, pse jo, të cilët mund të mirë orientojnë të rinjt rreth rrugës që duhet të ndjekin për të gjetur zgjidhje dhe për të mos shkuar drejt fataliteteve. Ka shumë ekspertë të mirë, ka shumë përgjegjës dhe njerëz që i ndihmojnë këto kategori në nevojë apo të rinj që ndjehen emocionalisht të plogësht. Ndaj do t'i bëja thirrje të gjithë të rinjve shqiptar, mos hezitoni të merrni këshillim, të shkoni drejt psikologëve, të shkoni drejt sociologëve, të këshilloheni me ta dhe të tejkaloni në mënyrë të drejtë dhe të dur çdo shqetësim sado të vogël që të kemi. Emocionet në këtë moshë janë të brishta sepse janë ndjenjat e para që të rinjt kalojnë. Krijojnë simpati, krijojnë gjendje erotike, simpatike ndaj vajzave apo ndaj gjinisë tjetër. Dhe të gjitha këto në momentin që ju priten këto ndjenja apo zhvinjehen, shpeshherë kalojnë me fatalitete. Narkotika është një tjetër problematikë që nuk do ta vija pa e përmendur. Shumë të rinj sot kanë rënë pre e lëndëve narkotike dhe pamundësia për të dalë prej kësaj gjendje dhe për të gjetur një zgjidhje ndryshe i çon dhe drejt fatalitetit. Sërish në këto raste ka zgjidhje, nuk është vetvrasja zgjidhja, absolutisht jo. Po familja çfarë roli luan në këtë mes? Me pyetje më shumë vend, është pika kyçe. Familja dhe shkolla janë dy institucione të cilat unë gjithmonë i them dhe nuk do pushoj së thëni. Dy pikat kyçe, dy institucionet bazë që tejkalojnë këto problematika është familja, shkolla dhe institucionet e këshillimit, siç mund të jenë qendrat që unë përmenda të këshillimit. Familja është ajo që orienton fëmijën dhe zbulon e para gjendjen e destabilizuar emocionale apo mentale të fëmijës. Nëse një prind nuk është i kujdesshëm për të parë se çfarë po përjeton fëmia i vet, çfarë po kalon, a është më i mbyllur në vete, a është më nervoz, a ka pagjumësi, a vjen natën vonë në shtëpi, a vetë izolohet, shmang kontaktin me anëtarët e familjes. Të gjitha këto janë shenja që prindërit duhet të shqetësojnë. A janë këto shenja që prindërit duhet të alarmohen dhe të drejtohen psikologët? Patjetër që po. Dhe duhet të drejtohen psikologët fillimisht për ta vënë në dijen për gjendjen e fëmijës vet, por dhe duhet të japin një orientim fëmijës për ta arritur me idenë që duhet jetë i hapur, i lirë për të shprehur ndjenjat e tij.
dhe për të shkuar te personat përgjegjës për t'i shprehur. Në eksperiencën tuaj, këto mosha, pra flasim për moshat vogla 20 vjeçare. Janë mosha rinore, nuk janë të vogla, po janë rinj. Psikologu, a janë të prirur për të shkuar për të kërkuar ndihmë te psikologu apo stepen? Stepen zakonisht, sepse është ky stereotipi që unë të thash, ne ende një të ri që kërkon ndihmë te psikologu, fillojmë me etiketojmë që ai nuk është mirëmendërisht, që ai ka probleme mentale, që ka çrregullime, që realisht nuk është e vërtetë. Te psikologu nuk shkohet vetëm kur ke çrregullime, sepse çrregullimet janë faza e fundit. Te psikologu shkohet edhe për të deleguar një emocion apo një pakënaqësi që ke sot ndaj një veprimi që të ka ndodhur në jetë. Për të mos arritur pikërisht te sëmundjet mentale, ne duhet të eliminojmë gjërat e vogla të përditshmërisë. Stresi, ankthi që na krijohet nga rutina jonë ditore. Nëse ne e delegojmë, e shkarkojmë, marrim një informacion, një këshill, një teknikë të dur nga psikologu për ta kaluar sa më mirë atë stres dhe për të ndjerë prapë mirë, në atë moment ne nuk e kemi parandaluar sëmundjen mentale. Por nëse ne i mbledhim të gjitha këto, dhe një moment këto do shpërthejnë dhe do na çojnë drejt depresionit, drejt situatave që ne sapo përmendëm, agravimit që shkon deri në vetvrasje, që është një fazë shumë e agravuar emocionale dhe një ndrydhje. Pak më parë folëm edhe për të rinj që duhet i drejtohen qendrave, ka një qendër të tillë. Për fat keq jo, ne kemi vetëm kujdesin e shëndetit mendor që është institucion shtetëror, merret me pjesën e këshillimit, ka dhe psikolog klinik dhe neuropsikiatër dhe psikiatre, që është Nikolina Bode, me shumë respekt për punën e tyre, por nuk mjafton. Këshillimi bëhet me qendra që merren me rutinën e përditshme dhe shqetësimet e përditshme të njerëzve, të cilët nëpërmjet këshillimit dhe teknikave të mirë menaxhimit të stresit parandalojnë sëmundjet mentale, sepse qendra e kujdesit të mental në Korçë është qendër kur personi ka agravuar, është orientuar drejt sëmundshmërisë mentale. Unë po flas për qendrat që ruajnë për mos shkuar individit drejt sëmundshmërisë mentale. Unë mbi thirrje jo vetëm në Korçë, por në të gjithë qytetet e Shqipërisë, duhet ketë qendra të mirëfillta të këshillimit psikologjik dhe social. Këto qendra çfarë bëjnë? Ngrihet një qendër, punësohen 4, 5, 3 sipas nevojës, psikolog këshillimi, mirëfillti dhe sociolog, punonjës social. Këta presin të gjitha rastet dhe sipas kategorisë së rastit, gjendjes së rastit, mirë menaxhojnë ose delegojnë në institucione të tjera përgjegjëse për të tejkaluar sëmundshmërinë, ankthin, depresionin apo dhe sindromat e para, shenjat e para që mund të çojnë në çrregullim psikosocial. Dhe duke i mirë menaxhuar, duke i mbajtur në kontakt, duke pasur një qendër referimi ku të drejtohen, ne shmangim fatalitetet, i minimizojmë të pak.